Të mërkurën e 29 tetorit do të luhen 5 nga 6 ndeshjet e javës së 9 të kampionatit të kategorisë së parë në futboll. Në këtë javë ekipi i Unifutbollit Burreli do të presë stadiumi Liri Ballabani ekipin e Lushnjës. Matjanët vini këtë përballje pas humbjes së thellë që pësuan fundjavën e kaluar në Laç kundër ekipit vendës, ku mundën me rezultatin 4-0. Por me njëherë pas kësaj ndeshje, skuadra matjane ka rinisur stërvitjen duke mos bërë asnjë ditë pushim. Tekniku Samuel Nika i ka thirrur në stërvitje gjithë skuadrën që ditën e diel për të përgatitur për ndeshjen e nesërme ndaj Lushnjës. Këtë të martë djem kanë marrë udhëzimet e fundit nga stafi teknik, ku ky i fundit ka kërkuar angazhim maksimal dhe marrjen e 3 pikëve. Kujtojmë se humbja së shtunës e ka zbritur Burrelin me 2 vende, ndërsa stafi teknik dhe tifozëria kërkojnë rikthimin e tij në vendet e para, ndaj dhe duhet patjetër marrja e 3 pikëve. Skuadra e Lushnjës, me të cilën do të përballet nesër Burreli, ndodhet aktualisht në vendin e 9 me 8 pikë, ndërsa skuadra matjane në vendin e 6 me 11 pikë. Ndeshjet e tjera që do të luhen të mërkurën janë Luftëtari Laçi, Besa Kukësi, Kastrioti Skënderbeu dhe Korabi Pogradeci.